Me rastin e 12 qershorit, ditës së çlirimit të komunës, kryetari i komunës zotëri Begjet Xhladini edhe këtë vit ka nderuar pensionistët e arsimit, shëndetësisë dhe administratës komunale. Ata u shpërblyen në mirënjohje dhe dhurata simbolike, si shenjë respekti për kontributin e tyre shumëvjeçar në shërbim të qytetarëve. Në fjalën e tij, kryetari Xhladini falenderoi të gjithë pensionistët për punën dhe për kushtimin e treguar ndër vite, duke vlerësuar lart rolin e tyre në zhvillimin e komunës dhe në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Nderuar pensionistë të shëndetësisë, ju keni qenë simbol i humanizmit, kujdesit dhe përkushtimit ndaj jetës dhe shëndetit të qytetarëve tonë. Në ditë të lehta e të vështira, në çdo kohë dhe rrethon, keni qenë pranë njerëzve me profesionalizëm dhe me zemër të madhe. Të nderuar pensionistë të arsimit, ju keni qenë udhërrëfyqit e brezave të tërë. Me dijen, përkushtimin dhe durimin tuaj, keni ndriçuar rrugën e mirë nxënësve, duke mbjellë tek ata vlerat e dijes, edukatës dhe dashurisë. Trashëgimia juaj jeton në sukseset e çdo gjenerate që keni edukuar. Të respektuar pensionistë të administratës komunale, ju keni qenë shtylla e funksionimit të institucioneve tona me përgjegjësi, korreksi dhe profesionalizëm, keni shërbyer qytetarët dhe keni kontribuar në forcimin e administratës dhe zhvillimin e komunës sonë.